Tirana pritet të jetë sërish në qendër të një proteste kombëtare ku organizatorët raportojnë një pjesëmarrje të shtuar të qytetarëve shqiptar nga diaspora. Sipas deklarimeve të një prej koordinatorëve të protestës së diasporës, grupe emigrantësh janë nisur nga disa shtete europiane, përfshirë Zvicrën, Italinë, Greqinë, Belgjikën, Francën, Austrinë, Britaninë dhe Gjermaninë. Sipas tij, një pjesë e pjesëmarrësve po mbërrin përmes Igumenicës, ndërsa të tjerë përmes pikës kufitare të Muriqanit, duke krijuar një fluks të shtuar lëvizjesh drejt kryeqytetit. Organizatorët përshkruajnë këtë mobilizim si një reagim të koordinuar nga diaspora, duke theksuar se udhtimi i pjesëmarrësve ka zgjatur disa ditë dhe se qëllimi i tyre është bashkimi në protestën e sotme në Tiranë. Disa shqiptarë të Zvicrës, Italisë dhe Greqisë kanë udhëtuar për Igumenicë dhe janë duke hyrë nga jugu, ndërsa pjesa tjetër, Britania, Belgjika, Franca, Gjermania dhe Austria po vijnë domethënë nga veriu. Unë besoj që ky kushtrim për marshin e dytë në Dhej për me bashku zanin me qendrështarët në çesh është shumë i rëndësishëm. Komponenti i diasporës në këtë moment të historik të kombit tonë të shoqërisë shqiptare është i jashtëzakonshëm. I bëjmë thirrje Edi Rams, mbretit pa kuror, Don Kishotit, i cili krijon luftra imagjinare. Herë me agjen iranian e një ditë tjetër me agjen grek. Që kjo është betej me shqiptarët, se shqiptarët janë bashkë, shqiptarët në diasporë dhe shqiptarët në Shqipëri, se e ke baltë mërzotni, e ke shit kombin. Naj, Edi Rams ne i bëjmë një thirrje, jemi këtu me një kusht të vetëm, dorëhiqju sa nuk është vonë, hapi rrugën qeverisë tranzitore apolitike, që qeveria tranzitore apolitike të mandatohet për proceset demokratike. Një, për të ndryshuar kodin elektoral, nga kod proporcional rajonal në kod proporcional kombëtar, ku vota çdo shqiptarit të jetë e barabartë. 2. Të him në zgjedhje me lista të hapura, të him në zgjedhje me numërim elektorik, që të jetë sa më transparent, të bëhet depolitizimi mirëfillt i administratës, të prezantojmë dhe herë mundësinë për referendume, po jo me kushtet që janë tani, sepse tani referendumet pothuajse janë pamundshme. Në deklarimet e tyre publike, përfaqësues të diasporës kanë theksuar se tubimi ka karakter politik dhe synon artikulimin e kërkesave të opozitës dhe qytetarëve protestues. Ata i kanë bërë thirrje kryeministrit që të marrë në konsiderat kërkesat për dorëheqje dhe hapjen e rrugës së një qeverie tranzitore, të cilën e cilësojnë si të domosdoshme për situatën aktuale politike në vend. Ndërkohë, autoritetet nuk kanë raportuar problemin e qarkullimit në pikat hyrëse të vendit, ndërsa pritet që pjesëmarrja në protestë të rritet gjatë orëve në vijim me mbërritjen e grupeve të tjera nga diaspora.